Nikifor Beleri është një tjetër emër i fuqishëm ndër mjeshtat tanë të shquar, për të cilin do të flasim në këtë dokumentar të shkurtër. Me aftësitë e tij intelektuale, organizative, Nikifori vuri në themel të teknikës me të prerse gjithë aftësitë e tij teknike e organizative, duke përballuar me sukses gjithë gamën e kërkesave imediate dhe ato urgjente që shfaqeshin në azotikun tonë, duke mbajtur atë në gatishmëri të lartë teknike. Nikifori lindi në qytetin e bukur, bregdetar dhe piktoresk të Himarës, Himarën e lashtësisë dhe luftarve të përjakshme antiturke, ku dolën mjaft trima dhe kapetan, si Gjon Bueshpata, generali pathyeshëm deri në Spanjë, Zhonopulli, i cili arriti gradën e feldmarshallit në Spanjë, Konstantin Kasneci, që generali i shquar i Austro-Hungarisë, Pano Vigjili, u bë konsul i Rusisë në Art, po ashtu dhe general Dimitër Leka. Ishte himariot dhe punoi në Napoli. Historikisht, Himara ka patur marrëdhënie të pandërprera me shumë shtete evropiane. Atje ku lindi djeli i këngës popullore me kryeveprat Vajzë e Valeve, Mojnë e për Kapika Pika, Himara në breg të detit, e tjera, të kënduar dhe regjistruar në vitin 1924 nga virtuozi i pakrahasueshëm Neço Muka. Në Himarën e patriotizmit, arsimit, dijes dhe kulturës, në 15 korrik 1920, erdhi në jetë pra shoku dhe miku ynë Nikifor Beleri. Pranë familjes, Nikifori ynë mori edukatën dhe mësimet e para prindërore. U bromos me historinë, me lashtësinë e trimave himariot, me dëshirën për të fituar dije dhe arsim, e për të bërë i dobishëm për familjen dhe shoqërinë. I përket brezit të pas luftës së dytë botërore, të cilave i ura bara të studiojnë dhe të përgatitin si specialist për të përtërir ekonominë e dobët të Shqipërisë së sapo shliruar. Mësimet e para i mori në qytetin e Durrësit dhe të mesmen në ish Politeknikumi 7 Nëntori, Dega Mekanike në Tiranë, të cilën e përfundoi në vitin 1959 me rezultate të shkëlqyera dhe u titullua teknik i mesëm mekanik. Qyshiri, Nikifori shikoi një djalë energjik, të shkatër, të shoqërueshëm dhe të dashuruar pas profesionit quar si mua. Sipas kërkesave të kohës, emëroi teknik i mesëm në kombinatin e drurit në Elbasan, ku punoi deri në vitin 1964. Më pas, transferohet si specialist pranë përfaqësisë azotikut, që merrej me menaxhimin e ndërtimit montimit të uzinës, ku Nikifori si i ri u shqua për talentin e tij, për të bërë ballë detyrave dhe kërkesave të kohës për përfundimin e kohës sa më të shpejtë të azotikut. Me fillimit e organizimit të reparteve metalprese të bazës mekanike, Nikiforin e shohim të ngarkohet si specialist në degën teknike, ku dha një kontribut mjaft të vyer dhe në interes të cilësisë së punimit të mjaft detaje të domosdoshme që i kërkonte koha. Me një vizion të gjerë, ai u shqua si specialist kalibri, krijues dhe novator tepër i talentuar. Janë të shumta novatorizmat e tij në interes të makinerive, reparteve dhe teknologjisë. Për aftësitë e tij organizuese e menaxhuese e vendosin në detyrën e shefit të repartit të oficinës, ku studioi, projektoi studimin dhe prodhimin e mjaft detajeve dhe pajisjeve të domosdoshme për udhëzimin, duke hequr mjaft kërkesa për import. Në oficinë, Nikifori punoi me mjaft shok dhe specialistë të zot, si me kryemekanikun inxhinier Thanas Mërkuri, inxhinierin e talentuar Kosta Gjoka, Pano Robo, Muamer Sala, Piero Maranda, Kosta Mone, Qamil Hassani, Vasil Kaçorreli, Llami Mëngjezi, Piro Dhima, Taslip Bershani,
Vladimir Sheu, Gëzim Shahini, Njazi Hyseni e mjaft të tjerë. Nikifori ushqua edhe në fushën e inovacionit dhe novatorizmit, duke qenë pjesë e grupit punës për projektimin e ndërtimit impiantit të prodhimit të narkozës së bashku me inxhinierin kimist të talentuar Petrit Zajmi. Përsëri e shohim t'i besoj grupit punës për projektimin dhe ndërtimin të uzinës së prodhimit të ures nga grupi inxhinierot-teknik të bazës mekanike të azotikut. Kontributi i tij vazhdoi në prodhimin e pajisjeve të kombinatës sheqerit në Maliq, në fabrikën ushqimore Fier, repartin e oksigjenit Durrës, të sodës kaustike në Vlorë, e tjera. Me këto arritje inovative, Nikiforit ju dha titulli mjeshtër. Për një periudhë kohe kreu edhe detyrën e nëndrejtorit të uzinës. Tek figura e Nikiforit ishin skalitur tipare dhe portreti i njeriu me virtyte të larta humane, respekti, mirësjellja, mirëkuptimi e mazotikasi. Cilësi tjetër e tij ishte se kishte krijuar një marrëdhënie mjaft të ngrohtë me brezin e ri, i cili punoi shumë për ngritjen dhe aftësinë e tyre profesionale, i kudo ndodhën në mbledhje analiza, në çdo nismë e aksion të tyre. Ndërkohë, përfundoi dhe shkollën e lartë Lenin në Tiranë. Për 2 vjet, Nikifori punoi pranë Institutit Projektimeve Mekanike në Tiranë. Për aftësitë e tij organizative dhe menaxhuese, në vitin 1988 emëroi në detyrën e drejtorit rajonal të stacionit trenit Fier, detyrë që për 10 vjet e kreu me nder dhe sukses. Pas ndryshimeve të sistemit ekonomik shoqëror, Nikifori emigroi familjarisht në Selanik, Greqi. Atje, me përgjegjësi qytetare dhe patriotike si shqiptar, Nikifori u angazhua në krye të shoqatës së emigrantëve dhe mbrojtjen e kërkesave të tyre. E shohim vazhdimisht në krye të tubimeve dhe manifestimeve u ka mbajtur referata dhe kontesa për çështjet kombëtare, i cili ka arritur që të thrasë edhe figura dhe personalitete vendore të Selanikut, deputetin e parlamentit grek, kryetarin e bashkisë dhe të prefekturës, drejtorin e policisë e të tjerë. Edhe sot, në këtë moshë, Nikifori si patriot vazhdon të punojë me atë energji dhe pa ndërprerje të organizojë takime për festat tona kombëtare dhe të drejtat e migrantëve. Në takimet tona të përvitshme, Nikifori sapo merrte lajmin, vjen me shumë mall për të takuar shokët e tij, të kujtojë e të kalojë çaste më të bukura të atyre viteve. Të përshëndes, zotin Nikifor. Të uroj të jesh mirë me të gjithë të dashurit e tu. Pirua jam nga Fieri. Ke ngelur një njeri si ata dhëndrit e rinj në mendjen tonë. Sepse ke qenë me flatra në ato kohra për të bërë gjëra të mira edhe gjëra që i ka shërbyer gjithë shoqërisë, të atyre viteve po edhe sot. Unë uroj të kesh shëndet juve personalisht me gjithë familjen tuaj të dashur. U dëgjofsha zënë mirë, sepse kam shumë, po në ambiente të tilla sa do të flasësh nuk mbarojnë dot, edhe kujtimet edhe këto. Unë të dua shumë dhe mirupafsh. Për ty atëve, ma të bukrën kanë, me fuqinë e kësaj zemre do të këndoj. Për këto mëne, për këto fushat e zjana.
Si I tillë, Nikifori ynë mbetet një mik, një shok I rrallë, një patriot I vërtet, I cili mbi gjithçka ka vënë interesat e atdeut me të cilin ne krenohemi. I bukur je, ngrihesh madhështor, si një kështjell e pamposhtur ti qëndron.